mos jena të i prej sharë shumë, hajde të i ullum çmimet. Diçka që vlen me potencu, lokalet nuk kanë faj, sepse ti je biznismen i keq, ose menaxher i keq, ose s'merr vesh ka financat as ka biznisi, nëse po vazhdon me të mush lokali plot, edhe ti po vendos mi ull çmimet. Nëse ti e ki menyn që mesatare 20 euro, edhe nëse para se me orë dita e një iftarit caktum ti e ki bukt, e ki të rezervum, atëherë çfarë biznismeni ose çfarë menaxheri e ti që thua din çka bre, mos jena të i prej sharë shumë, hajde të i ullum çmimet, se bën këta kërkosh. Edhe pse janë këto çmime është sepse ka interesim. Ani pse na ankohëm edhe në studio, edhe në shtëpi tona ku na vinë musafir, edhe tu kanë aty në iftar, na prap po shkojmë. Lokalet po mushën plot, sot nëse na tre vendosëm me dalën në iftar, sot për sot është problem me gjetë, sidomos në lokale